Atëre, bëjmë video numero 97, sot 11/3/2025. Shkruajta një në profilin tim Facebook, mi arrivat një mesazh, një video e tillë dhe unë shkruajta diçka për këtë. Edhe po citoj. Për Brinçi ujë të Tragjasit. Ja çka kam shkruar. Atëre, një përbindësh është përbindësh, dhe ai nuk ka DNA njerëzore, ka DNA vëllavrase të lindur, që vret edhe fëmijët e tij. Kështu që nuk ka ngjyrë politike kjo. Unë habitem njerë, habitem me një fjalë, nuk jam i habitur, se unë i di këto gjëra, po habitem që ky pse ka vajtur në këtë që trazon tash këto ujërat politike, nese. Unë jam vlonjat. Dhe çfarë hyn këtu pas shumë shkrime kundër Edi Ramës. Çfarë hyn Edi Rama këtu me një përbindës që do të vjedh ujin, që nuk mendon as është përbindës me fjalë. Një që do të shkatërrojë natyrën, unë kam nxjerrë një konstitucione juridika europee dhe e kam klasifikuar, prandaj shkruaj këtu, e shikoni? E shikoni këtu. Giudice Hamiti. Giudice Hamiti. Allora, per capire, çfarë hyn këtu? Ky është muhabeti, që shikoj shumë shkrime sepse nuk është e drejtë. Çfarë hyn Edi Rama këtu? Rrënjët e atë dhe dashurisë, po flas tash. Dhe rrënjët e atë dhe dashurisë së Tragjasit, për ca vota politike. Rrënjët e atë dhe dashurisë të luftës patriotike nuk mund të njollosen o shqiptar. Ata që e kanë emrin shqiptar. Atëre ka drejtë Edi Rama që thotë shkrijuar një kënet për të vjedhur votat atëre. Kjo është. Po tregoj një histori tash. Ja, po tregoj një histori, me që jemi në fushën e të drejtës. Do të vjedhësh një punë, nuk po them vota, por duhet të jesh profesionist, që mos kuptosh, duhet të jesh profesionist, që të fshesh ato puplat, se ato nuk i ha njeri një. Se gjërat i shikoj edhe unë, se diktojsh, shoku. Do të them, duhet të kesh dorashka cilësore në të dyja duart. Pik. Besoj se më kuptohet. Ky tash i përbindësi, që është kaq i zoti kyre që do të vjedh gjithë ujin. Në rregull. Po erdhi, është tash në rrjetën time, e shnohëm. Edhe e dija se çaj gjën. Hajde mirë pafshim, mos bëni zgjedhje politike, zgjedhjet politike janë ditë gëzimi, edhe Enver Hoxha, atëre kur ne na futi për të hetuar ajo byroja politike, ajo byroja e hetimit, atyre grupit të zjarrit, atyre hetuesve që lanë detyrat ishin gjyqtare, prokurore, u bën aty për të na sakatuar neve. Pse mendonim se Mehmeti nuk e kishte vrarë Enveri. Mirë. Megjithatë, ajo Nexhmia ishte lozonjare dhe Enveri e dashuronte, po ajo kishte shumë naze. Edhe kur vinte koha për të fjetur, ajo lyesh me kështu me ilaç gjumi. E zinte gjumi Enverin. Erdhi puna, u futën shumë veta, edhe një shoku i Musa Bega i shketi. Edhe unë isha shnuar në atë rreth. Po, para se të vinin ata që të më minin, u zgjua Enveri. Po qa bet, tha? Po ja, thaj, po i burgosim ata që ashtu, që kanë thonë që gjoja nuk është ka varar veten e Mehmeti. Thaj, po ta që erdhën zgjedhje, tha, i mbylli ato qitape, tha. Kështu që shpëtova dhe unë, nuk më morën burg. Se u zgjua Enveri, është ditë gëzimi, është ditë zgjedhjes, nuk janë ditë sharjes, nuk e di unë, nuk e kuptoj këtë. Pastaj unë aty kam atë shokun e vjetër,
gjyqtari vjetër, Ilirian Celibashi. Atëre, kushtetuta demokratike edhe e Shqipërisë ka një gjë të pashkruar, po që ne profesionistët e dimë. Ka një gjë të pashkruar, që unë po e shkruaj, po jap inicialet. F, B e kushtetutës. Va bene? Ilirian Celibashi e dimne, se jemi gjyqtar të vjetër. Ciao.